Të shumt kanë qenë besimtarët muslimanë që mëngjesin e ditës së mërkurë kanë falur namazin e Kurban Bajramit në xhaminë Ebu Bekër në Pogradec. Ceremonia e faljes është zhvilluar në një atmosferë paqe dhe besimi, ndërsa mesazhet kryesore kanë qenë ato të unitetit, solidaritetit dhe ndihmës ndaj familjeve në nevojë. Pas faljes së namazit, besimtarët kanë shkëmbyer urime për paqe, begati dhe mirësi në familje. Falenderimet e madhrimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave, atë falenderojmë dhe vetëm për ti falje e ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin të dërguarin e tij, profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjitha të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e të dërguarit të Allahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, aktualisht ne jemi në shoqërinë e qetësisë shpirtërore, që buron nga rritja e një tjetër festes të festa e Kurban Bajramit. Një kohë kur zemrat tona mbushen plot gëzim, kur zemrat e tekbireve lartësohen drejt qelit edhe kur atmosfera e mëshirës edhe faljes minore përfshin mbar rruzullin toksor. Të dashur besimtarë, sot është Bajram, sot është festa jonë, është dita e njësimit e tauhidit, është dita e bashkimit, ku besimtarët anë botës, të cilët qëndruan në Arafat, sot me të njëjtën ndjenjë dhe emocionin, kryejnë tavafin dhe të çapës së bekuar. Falja e Kurban Bajramit në xhaminë Ebu Bekër mblodhi dhjetra besimtarë, ndërsa gjatë ditës u zhvilluan vizita dhe urime nga përfaqësues të pushtetit lokal dhe komuniteteve të tjera fetare në qytet.